Përshëndetje gjithëve, ja tek rishihemi sërish në podcast me doktorin. Sot kam kënaqësinë e veçantë të kem të ftuar shefin e shërbimit të toksikologjisë në Qendrën Spitalore Nën Tereza, profesor Andrin Tahiri. Përshëndetje. Përshëndetje. Edhe faleminderit që e pranuat ftesën tonë. Kënaqësi të jem pjesë e bisedës tuaj që do të ndajmë këtë podcast. Në fakt nuk e di pse dhe si ka ndodhur, po në fushën e toksikologjisë ju jeni ftuar i parë dhe unë mezi pres të diskutojmë, të flasim për një fushë kaq të rëndësishme, kaq jetike për njerëzit dhe për të ndarë bashkë histori dhe një eksperiencë tuaj kaq vjeçare që keni një kontribut të jashtëzakonshëm në këtë fushë. Faleminderit. Mund të jemi i parë në podcastin tënd, por shpresoj që të rratesh edhe të tjerë se kam një staf të mrekullueshëm. Absolutisht jam në dieni dhe i njoh dhe janë kolegë dhe mjek të mrekullueshëm. Doktor, si ka qenë rrugtimi juaj profesional? Si keni ardhur në mjeksi dhe si keni zgjedhur më pas të merrni një shërbim dhe të bëni një specialitet siç është toksikologjia? Të jemi sinqert, mjekësia ka qenë mundësia e dytë që kam kërkuar. E para ka qenë arkitektura. Por atëherë dikur, unë jam brezi 90-s, gjërat ishin me konkurs, mbase me konkurs të mirëfillt, nuk fitova dhe mundësia e dytë ishte mjekësia, por jam goxha i kënaqur. Dhe më vjen mirë që pata këtë fat që të bëhem mjek. Kurse specialiteti toksikologjisë, që të jemi sinqert, ishte një zgjedhje jo shumë e qartë në fillim, por shpejt më tërhoqi, dhe më tërhoqi goxha. Është një fushë në të cilën sekondat kanë rëndësi. Pra, të merresh me toksikologji nuk e ke atë luksin që të mendosh gjatë. Vendoset në sekonda. Mbase një vendim i sekondave të para mund të jetë një vendim që t'i shpëton një jetë. Pra, kur je në urgjencë ose kur je në dhomën e urgjencës toksikologjike, koha nuk matet me minutash. Matet me vendime. Urgjencë, logjik, intuit. Vepro shpejt, me qetësi dhe në një monitorim të sigurt klinik të rastit. Mënyra se si ju e thoni, në fakt unë mendoj në mendjen time rastet klinike dhe mënyra se si vërtet vijnë, domethënë ajo është tamam një urgjencë që ka nevojë për atë vendimarrjen e shpejt në atë moment për të dalë në një përfundim që është gjithmonë dobi tjetës pacientit. Por në gjithë këtë, le ta themi ngarkesë, në gjithë ato numër raste që sa vinë dhe shtohen në fushën e toksikologjisë, a ka një situatë klinike, a ka një rast doktor që mund ta veçoni si një nga rastet më të vështira të karrierës tuaj? Rastet janë pafund. Toksikologjia klinike, pjesën më të madhe të rasteve dhe të punës i ka të gjithë urgjenca. Pra mos të them raste klinike që kanë dhe një prognozë shumë të rëndë. Pra ti përfshihesh në betejë, jo vetëm nga ana mjekësore, por edhe nga ana emocionale. Dhe kur rasti është fatlum që del nga spitali, ti në atë moment e fillon dhe kupton se cili është profesioni jot dhe pse je aty. Rastet të cilët ne kemi në mendje ose që kemi problematikën më të madhe janë të gjithë helmimet me fostoksin. Janë raste në të cilët ai formimi jon profesional është më të shprehën Zoti para dhe doktori mbrapa. Cilët janë rastet pak më tipike janë adoleshentët. Një trup i rritur fizikisht që udhëhiqet nga një mendje pa përvojë. Janë të gjitha ato raste akute, stresi, aty për aty që marrin një vendim të lëndojnë veten. Dhe një nga ato forma është edhe helmimi me fostoksin. Pyetja jote drejt për drejt mbase kërkon të di rastin tipik, por unë kam asistuar me një rast me një adoleshente, që unë vetë kam fëmijë adoleshent që është i moshë 8 mase delikate, që aty për aty bën një veprim të tillë duke konsumuar tablet fostoksin. Mbase nuk po them disa detaje më specifike, sepse mbase mund të bie në një vesh jo të duhur dhe mund të merret si a priori nesër pas nesër të përdoret. Por mund të them që ishte një luftë e jashtëzakonshme për të shpëtuar jetën. Jo individuale ime, sepse ne punojmë staf në grup me reanimator, me toksikolog të tjerë. Por një situatë shumë e vështirë dhe problematika më e madhe është se është lloji i sëmundjes me një prognozë shumë të rëndë, por pacienti deri në minutat e fundit që
ndron jetë, është koshient dhe të ndjek me sy në të gjitha veprimet që ti bën. Pra, një adoleshent rreth moshës 16-17 vjeç, për arsye që mund t'i konsiderosh motive dobta, jo çështje notash, çështje sjelljesh etj, merr një vendim fatal për të pirë një kokër fosfoksin, një tabletë fosfoksin. Klinika prognozat të jetë masë e rëndë, por fati i saj mënyrën e marrjes, se kishte bërë me atë mënyrën legeartis që ne në momentin e parë të anamnezës na lehtëson shumë kur e dëgjojmë. Na duket si gjëja më e shtrenjtë kur na e thot mënyrën e marrjes. Dhe ishte normalisht jetë gjatë, me fat. Plus edhe asistencën tonë mjekësore që asistuan gjithë si staf. Sot e kësaj dite gëzon shëndet të plotë, her pas here dhe vjen në takon kur jepet mundësia. Çfarë mendon në ato momente, doktor? Domethënë, ke një vajzë të re, ke një sprov të madhe përpara, ke një person që po lufton me jetën, të shikon në sy, dhe cili është mendimi i parë që të vjen si doktor që të është besuar ty ky moment kaq i vështirë i këtij pacienti dhe i familjarëve që presin? Qasja me familjarët është shumë e vështirë. Dhe ti thush një familjari për një fëmijë adoleshent, një diagnozë me prognozë shumë të rëndë, është shumë e vështirë. Është gjithsesi formulë specifike nuk ka. Mjafton të jesh i ndershëm, empatik dhe të gëzosh respekt për familjarët, po shumë e vështirë, shumë e vështirë. Pra ti mund të mendosh ka moment që mund të ndroj jetën një pacient, me gjithë dëshirën e madhe, me gjithë mundin e madhe, me gjithë asistencën mjekësore, me gjithë stafin, me çdo gjë që është rreth për qark, pra që mund të ketë ambienti hospitalier, që ti kërkon se s'bën të bësh një luftë pafund që ti shpëtosh jetën dikujt. Është problem shumë i madh. Doktor, në këtë kuadër, a ke patur një moment vështirë në cilën edhe pse puna është bërë maksimale, pacienti apo pacientja ka ndruar jetë, dhe nëse ndan me ne si rast, sepse deri diku kjo është edhe një thirrje, emisioni ka një shikueshmëri të madhe, dhe është edhe një thirrje për gjithë ata që e ndjekin për të kuptuar se si vendimarrjet të nxituara, të gabuara, momentet vështira atyre nuk mundet kurse si të pajtohen me zgjidhje të tilla. Dhe nëse kemi një rast që mund ta ndani me ne në këtë fushë. Një problem të tillë kemi pasur me fosfoksinën, në të cilën rastin ndroi jetë. Dhe me gjithë përpjekjet e mëdha që mbo si staf, ka qenë diçka nga zonat rurale, motivet normalisht nuk mund të përfshihesh, sepse çështje gjeneratës, çështje konceptesh, pra gjërat janë nganjëherë dhe shumë personale, dhe nganjëherë nuk involvohemi aq thellë për ty në problematikat e mpreta. Pra thjesht ne jemi mjek, kemi një qasje pozitive dhe japim asistencë mjekësore, humane dhe me përgjegjësi të plotë. Rasti ishte adoleshent, rreth 17-ve, nga zonat rurale, normalisht edhe mundësia e gjendjeve të agrokemikalave apo pesticideve është më e lehtë në ato zona, vendos aty për aty dhe bën një veprim suicidal. Dhe brendës kohës rekord, për brenda limiteve kohës të caktuar të ekspozimit sillet, por mekanizmi shumë toksik i fosfoksinës dhe tek ne vjen terminal. Atëherë vendoset mekanizmi fizpatologjik, pacienti futet në një gjendje shoku irreversibël të pakthyeshëm. Dhe janë momentet e fundit që ti vetëm tenton të bësh atë që është më maksimalja. Nga ana tjetër mund të shohësh britmat për shpëritjet të qara, të familjarëve dhe të prindërve për atë një fëmijë, që ti mund kesh plane, mund kesh një të ardhme, edhe në një moment të caktuar, për një moment, veprimi momentet, një stres akut që bën një veprim të tillë që ta kthe përmbys çdo gjë. Ishte situatë shumë e dhimbshme. Dhe më problematike ishte veprimi i teatrit të jetë masi dëshpëruar, së mbasëm atë kërkesën e llogarisë, pa i ditur, pa futur thellë, ato qortimet për moshën një adoleshenti. Pra mbase pak i ashpër, pak brutal, nuk mund të them i dhunshëm, thash nuk është përfshimi deri në të pikë, por me veprime mbase as pak miqësore të momentit dhe pasojat ishin fatale. Pra ishin një dhimbje jashtëzakonisht e madhe. Dhe në pjesën më të madhe të rasteve ku jemi përballë situata të tilla, ne dashje pa dashje dhe involvohemi në dhimbjen e familjarit.
Dhe është normalisht të jetë mase stresante, por është diçka që ne jemi mësuar me të lloj rutine, më kupton, për të kapur ritmi i punës e përjeton aty për aty dhe. Doktor, po për sa i përket substancave, domethënë ne përballemi me një shoqëri në një kohë kur përdorimi i substancave është gjithmonë në rritje dhe sigurisht edhe personave që kanë vërtësi. Cili është ai rast që ju ka ngelur në mendje në raport me një person i cili ka ose kontakt vazhdueshëm me ju ose është një person i cili kërkon ndihmë por nuk di si të gjejë rrugën, një rast që mund ta ndaj me publikun në raport me substanca? Shiko, fenomeni drogë nuk është se ndodh vetëm në Shqipëri. Mbase këtu kemi disa karakteristika të momentit që është një tendencë për uljen e moshës në eksperimentimin e drogave. Pra ne kemi pasur raste sporadike që janë tek mosha 13 vjeçare. Trendi për hir të vërtetës është tek lënda drogë kokainë. Po për njerëzit që kanë buxhet, po është një tendencë në rritje. Ajo që mund të them që ka ndikuar shumë nga ana ime profesionale, ka qenë eksperjenca me të cilën pastaj fillova të kuptoja edhe diçka edhe nga ana juridike për problemet e tilla. Ka qenë raste që janë përballur për parë me një overdozë nga substancat, nga kokaina, kokainë dhe heroin, pacienti vjen në një gjendje pothuajse gjendje shoku me komplikacione pafund, me një deprimim të ritmit respirator që në momentet e para, ti në ato momentet lufta jote ishte vetëm thjesht për të shpëtuar një jetë. Por kuptova që duhet bëja përpjekje edhe për dinjitetin e këtij pacienti, sepse protokolli ka që në momentet e parë, vjen situatë të tillë, bëhet kontrolli, bëhet krijet infrastruktura për trajtimin, reanimimin intensiv të pacientit. Dhe aksidentalisht del një substancë lënë drogë që pacienti kishte pasur me vete, dhe normalisht organet kompetente veprojnë. Dhe procedura dhe protokolli, pra po flas për eksperiencat e mia të para ku ishte një pikë thesë në profesionin tim, pra jo vetëm si mjek. Protokolli ishte që duhet të reagoni organet kompetente të policisë. Pra mund të hapshin dhe procedura që ky pacient i cili në ato momentet e para po luftonte me jetën, pra ne po bënim maksimumin që të shpëtonim një jetë, organet kompetente edhe ata po bënin detyrën e tyre. Po pritin procedurat për flet arresti për etj. Këto momente thash atëherë bëhet një luftë kaq e madhe për shpëtuar një jetë. Dhe në këto momente dinjiteti i këtij pacienti. Pra, ka një lloj stigme. Përdoret fjala drogaxhi, e urrej. Po. Kjo quhet smundje. Absolutisht po. Varësia është një smundje kronike. Dhe janë disa kritere të përcaktuar nga mendjet e ndritura, në të cilët ky quhet i sumur dhe ka nevojë për asistencë mjekësore të mirëfillt. Pra ligji, pra neni 283 fraksion 1 i kodit penal është shumë i ashpër. Pra kjo ka qenë një pikë these, kur ne si mjek toksikolog u involvuam edhe si ekspert ose për dhënë mendje në të gjitha ato rastet ku një pacient përdorrues i lëndës drogë ilegale, i cili plotson kriteret, nuk ka pse ligji të jetë kaq i ashpër. Pra varet nga këndvështrimi që e shikon ligj, por është shumë i ashpër. Në fundit ky është një pacient, ka një protokoll për mjekimin, atë pse duhet të jesh kaq i albër që ti ta dënosh. Dhe mund të bëj goxha, ligji ka deri në 5 vjet. Sigurisht, po. 3 vjet e 4 muaj gjykimi shkurtuar etj. Por për këtë person i cili ka nevojë për asistencë mjekësore, ka nevojë për një trajtim multidisiplinor, mbas mund të ishte më mirë një dënim alternativ që mund të ishte edhe më efikas në. Dhe kjo ka qenë një pikë thesë shumë e madhe në anën time profesionale që përveç asistencës mjekësore, të luftoja, të gjeja shtigje, të punoja që a mund punoja edhe me grupe target që këto a duhen ndihmuar, apo duhen stigmatizuar, apo duhen bullizuar, apo duhen lënë masdore. Në fundit njeri i Zotit është edhe ai. Është e vërtetë që ka hyrë në një rreth vicioz, por prandaj janë mjekët, psikologët, sociologët, prandaj është shoqëria, prandaj janë politikbërja, për këtë punë, për t'ju dhënë ndihmë këtyre njerëzve. Dhe kjo ka qenë një pikë shumë e madhe për problemet e varësisë nga droga. Pra, po të kisha një target në anët akademike, fjalën drogaxhi do ta hiqe nga fjala ship. Një përdorrues kronik, një përdorrues eksperimentues, një përdorrues i varur nga droga. Keni pas një rast mbi dozimi, doktor, që e kujtoni dhe që ka qenë në ato raste që mund ta ndani me ne?
rast mbi dozimi ku sigurisht ka pas një specifik ndryshe ose ka patur një vështirësi të madhe në rehabilitim etj. Shiko, koncepti i rehabilitimit tek ne vazhdon të jetë pak i vonuar. Pra, ne thjesht kemi një shërbim të cilën japim një diagnostikim, parandalim dhe këshillim, edhe trajtimin normalisht. Por trajtimi afatgjat tek ne është një handicap. Pra, kur një pacient vjen dhe kërkon asistencë hospitaliere tek ne, ngatron fjalën detox me shërim ndaj varësisë. Detoxi është një stabilizim fiziologjik. Kurse procesi në shërimit për problemet e varësisë është një periudhë afatgjatë, multidisiplinore, që normalisht kërkon gjithë shumë faktor rrethapërqark. Pra janë ndryshime të gabuara. Dikur overdozat, para shumë vite, sidomos nga opiatet, kanë qenë shumë problematike. Bile ka qenë një farë periudhe kur dhe lënda drogë, heroin atëherë në tregun e zi, kishte të njëjtin përdorim si sniffing, pra që përdoret në hund, ashtu edhe intravenës. Zakonisht overdozat ishin të shumta dhe të pranishme. Mbaj mend një overdozë, kjo mund të jetë pak edhe me çështje humori, sepse fundit mjekësia vërtet mund ta konsiderosh dramë në fillimet e veta, por normalisht ka edhe ato emocionet që mund të jenë edhe me tendenca humoristike pak më mbrapa. Mbaj mend në atë shërbimi jon ka qenë në Spitalin Ushtarak dhe vjen një overdozë, një njeri me ngjyrë nga ato të pastrehet që edhe sot e kësaj dite vazhdon në kryqëzimet e Tiranës. Vjen terminal në Spitalin Ushtarak dhe kam rastisë që kam qenë mjek roj dhe kam pritur unë. Atëherë ishin pak periudha të vështira për sa i përket antidotit, dhe këto overdoza gjithmonë ka një antidot që është jetë shpëtues, që quhet naloxoni. Edhe fatmirësisht ndodhej, fatmirësisht në të periudhë, ndodhej, normalisht në pranë tona spitalore, edhe rasti kthehet në jetë. Po normalisht gjithë secili vazhdon jetën e tij. Dhe se harroj në një moment kur po kthehesha për në punë mbas disa kohësh në Spitalin Ushtarak, dhe rruga që është ashjet, që është rruga kryesore, më duket rruga Dritan Hoxha, që është në kryqëzim momentin që kap semafori. Dhe si dikush që çdo njeri mund të mbajë në makinë salmonella të vogla, ul xhamin dhe thjesht kështu instinktivisht pa e parë fare më thyrë. Dhe shumë e fortë. Në ato momente më shëdhët, thot, doktori që më shpëtoi jetën, tak futoi nga sy, tak më jep 10.000 lekë. Pra më ke qenë kështu, diçka e papritur fare, edhe çfarë nxorra, çfarë mësimi nxorra aty. Shiko, profesioni jënë do t'i shërbej kujdo. Pa dallim. Kujdo i cili ka nevojë, i cili të vjen dhe të kërkon ndihmë, pa dallim gjyre, pa dallim personi, ide, rëndësi, ti duhet ta ndihmosh. Dhe që është më rëndësishme, të paktën nëse do të tentojmë pak ta zbukurojmë atë fjalën tonë, të përpiqemi mos jemi doktor hajdut. Absolutisht. Është shumë e rëndësishme. Unë mbaj mend një rast interesant, sepse sigurisht specialitetet tona janë të ndërlidhura bashkë njëra me tjetrën dhe personat që konsumojnë sidomos substanca të opiatit, kokaina, heroina, mbaj mend një rast që ka patur një infrastrukturë të jashtëzakonshme të ndërtuar, dhe këtu doja të pyesja për një pyetje specifike, domethënë infrastrukturë të tipit shtëpi me qera, lënje substance në çdo cep, në distancat që bënte nga qyteti në qytet për shkak të punës, kishte një hapësirë të ndërmjetme ku shkonte dhe merrte dozat e domosdoshme, llogariste oraret që familja dhe jeta e tij vazhdonte normalisht etj. A shkon njeriu deri në këto nivele, doktor? Pra kemi raste që mund të jenë njerëz intelektual, njerëz cilët presupozohet që janë shtylla të forta të shoqërisë tonë, edhe që nga ana tjetër kanë një jetë dyfisht, nga ana tjetër janë përdorues, janë njerëz që kanë ngecur në varësitë e tyre, edhe që paraqiten te ju për zgjidhje të problemeve të tyre. Droga nuk zgjedh. Droga mund të kap intelektualin, të zgjuarin, të mençurin, të shkolluarin, të pastre, mund të kapë mund të hyjë në familje konservatore, nuk zgjedh. Problemi është në momentin që të fut në rrethin vicioz, kur ti fillon dhe krijon varësinë ndaj lëndës drogë. Atëherë është urgjente asistenca mjekësore, këshillimi për të ndihmuar.
Raste të tilla janë njerëz të cilët organizojnë kohën. Edhe në atë 24 orësh organizojnë në mënyrën si mund ta sigurojnë lëndën drogë, që normalisht është e paligjshme, për të kesh kurrizë edhe ligjin. Ke edhe organet kompetente të cilët punojnë, luftojnë për këtë lloj pune. A mund të jesh i Zotit që ti të mbash punën tënde, se normalisht do të kërkojnë dhe të ardhurat e tua, ti duhet punosh diku. Prandaj dhe gjithmonë puna jonë është që të suportohen, të jepet mundësia, një shans punësimi, jo të stigmatizohen. Absolutisht. Problemi tjetër që mendon është si mund të mbajë një familje të qëndrueshme që është shumë e vështirë. Pra, në fillimet e veta gjërat fillojnë me debate, debatet thellohen, varësia bëhet akoma dhe më e madhe, dhe pastaj fillojnë problemet sociale. Pastaj fillojnë dhe ngjishen problemet ekonomike, edhe masenej je viktime e rastit të problemeve ligjore. Çrëndësi ka nëse ti ndalosh, bën një penalitet, pra kapesh në gjendje të dërguar apo të dehur. Çrëndësi ka nëse ti bën një aksident të trafikut rrugor në efektin e lëndës drogë apo të alkoolit. Çrëndësi ka nëse ti ke çrregullime sjellore në terren të abuzimit substancor dhe ti mund të jesh i dhunshëm në familje apo në komunitet dhe mund të kesh denoncime. Pra gjërat fillojnë dhe grëshëtohen bashkë dhe në këtë moment ti ngelesh i vetëm. Dhe para se të prekësh të pikë, normalisht që ti ke nevojë gjithmonë që të këshillohesh, ke nevojë të kërkosh asistencë mjekësore, aty ku duhet, dhe në mënyrë profesionale. Kjo është e vetmja gjë që i themi gjithmonë gjithëve që paraqesin tilla situata që ju keni nevojë të ndiqeni, jeni njerëz që mund t'i ktheni sërish normalitetit, keni ngecur në një lloj varësie. Doktor, shërbimet tona janë dhe shërbime 24 orësh, shërbime ku roja është gjithmonë momenti ku përballesh me atë që nuk shkon asnjëherë mendja. Do doja të dija rojen më të vështirë në jetën tuaj, cila ka qenë dhe nëse mund të kujtoni në një rast që le të themi ka qenë në raste më të vështira që jeni përballur në një shërbim 24 orësh. Shiko, roja është sfidë. Qetësia në të lloj kaosit të ndihmon ose të bën heroin ditën e nesërme. Thash pak më përpara, toksikologjia pjesën e punës e ka urgjencë, kështu që këto ne kemi të përditshme, por rojet ose shërbimet e rojë që unë mund t'i diferencoj janë kur jemi përballë ekspozimeve masive. Për rasti i fundit ishte djegja e pallatit afër qesotës. Pra në ato momente ke një fluks në të cilët ti mund kesh djegje, ti mund kesh helmime ose ekspozime nga monoksidi i karbonit, dhe ti mund kesh helmim direkt nga dioksidi i karbonit. Dhe nuk është se rasti vjen 1, 2, dhe ti ke kohë, ke luksin të mendosh se si duhet veprosh hap mas hapi. Pra, ti duhet veprosh në sekonda, duhet marrësh në sekonda vendime. Ti duhet të jesh zakonisht i qetë, të arsyetosh me një monitorim dhe të ndash prioritetet. Prioritetet e tua si mjek, prioritetet si staf, si grup, por dhe prioritetet e pacientit të cilin mund të ketë nevojë imediate. Ky është rasti për shkak që ti momentalisht kërkon se të bën një organizim total, qoftë edhe të mendjes tënde dhe të stafit. Dhe si shkoi në këtë rast, për shembull, kjo kishte një rast që sigurisht publikisht ishte një fluks që pothuajse mund të ishin mbi 15 vet që kërkuan asistencë mjekësore të menjëhershme, 15. Hospitalizuan diku ke 9, sepse një pjesë tjetër kaluan tek spitali i djegjes plastikës, gjithsecili mbas triazhit dhe mbas prioriteteve që kishte komplikacione dhe klinikës që u paraqiten si raste. Po ishin goxha raste, të cilët kërkonin asistencë mjekësore të përfillë dhe mbikëqyrje të plot, monitorim të plot klinik. Raste që fatmirësisht shkuan mirë. Po s'është vetëm një, kemi pas edhe raste të tjera të tilla. Këto janë raste kur ti në ato momente është atë shprehjen që thash, vepro shpejt edhe me qetësi. Raste të rralla që janë specifike. Çfarë dua të them? Ndodh ndonjëherë për shkak që ti mund të kesh lexuar një klinik, një diagnozë, një sëmundje dhe nuk të karon kurrë raste që ti të përballesh. Mund të ndodhi që ti mund ta kesh lexuar, por klinika që ke përballë nuk është ashtu legaart si ajo që e ke lexuar, që e ke mësuar. Kjo më ka ndodhur që vetëm një herë në gjithë këto vite, vetëm një herë kam parë atë rast. Don ekspozimi nga toksinat e Clostridium botulinum, botulizmi. Po.
Dhe rasti është paraqitur vjera dhe e reja diku nga zona e Shijakut e Durrësit, nuk e di se çfarë. Që të dyja me të njëjtën klinik, tortikolis, dopsi muskulare, diplomi, më mend si tash, diplopi, shkon drejt një paralize që u intubuan, dhe mendimi i parë ishte domthonjë që është një familje, pra është diçka, një ekspozim që është aty për aty ka ndodhur brenda familjes. Por ideja ose një anamnezë kujdesshme që pse shkak pasojë që mi përballë kësaj situate. Dhe doli që ishte nga konservat që ishin kontaminuar. Konservat po që i kishin përpunuar vetë për mënyrë ambulatorëve në shtëpi, por të kontaminuara. Dhe atëherë mbaj mend që se ka një antitoksin për këtë. Atëherë mbaj mend është bërë ndërhyrje sepse nuk ka pas antitoksin, përket diçka viteve 2009, diçka e tillë. Dhe është ndërhyrjen e ministrit të karë nga Franca, kemi dalë dhe e kemi prit në Rinas. Jetë shpëtuese. Pra momentet e para ishte një kaos, domethënë thjesht organizimi që nuk shkonte si klinik. Por çfarë nxorr aty? Atëherë, puna në grup. Mendja dikujt me përvojë. Mendja e dikujt me instikte e nxjerr rastin gjithmonë fatlum. Është sa e rëndësishme që të gjithë bëjnë atë pjesën e vet puzzle-it për ta shpëtuar jetën e dikujt. Puna në grup është gjithmonë. Se çdo jetë është e veçantë, çdo jetë është e drejta e tij për të përfituar. Ti pra të punë. Doktor, për ju edhe për shkak të raporteve tona direkte kam edhe një pyetje direkte. Në rast se je përpara një rasti që është i vështirë, a thua vetes tënde unë jam personi që do ta zgjidh apo thua o Zot më ndihmo që kjo gjë të shkojë siç duhet? Tash pyetje pak drejt për drejt. Besimi në çfarëdo lloj forme të jep mbështetje, të jep suport. Nga natyra e jam laike, s'kam se e pranoj ashtu siç është, por gjithsesi e përdor edhe shprehjen Zoti para dhe doktori mbrapa. Por i besoj dhe punës të mjekut, i besoj dhe punës në grup, i besoj dhe përvojës, i besoj intuitës, i besoj instiktit. Fundit këtë profesion kemi. Sigurisht. A ka pas një moment vështirë në jetën tënde ku nuk të është bërë që të shkosh në punë të nesërmen? Pra për shkak të lodhjes, stresit, ngarkesës, rasteve të vështira, ku e nesërmja ka qenë një lloj ankthi që a ja vlen ta vazhdoj me të njëjtin ritëm? Ka momente që lodhemi. Ka momente edhe që dëshpërohemi. Pra që lodhja bëhet e padurueshme. Por qëllimi që je aty për të ndihmuar të mban në këmbë. Raste të tilla ne kemi pas bile të përsëritura 1-2 herë. Ka qenë problematika me terapinë zëvendësuese me metadon. Metadoni është një medikament që jepet për pacientët që janë të varur nga opiatet, nga lënda drogë, heroin. Dikur fondacioni, pra ishte nga Global Fund, që jepte buxhetin, bëj delivery shpërndarja nga një organizatë jo të thimprurse, por në mbikëqyrjen e auditin e Ministrisë së Shëndetësisë. Dhe sikudo burokracia që ku vinte koha që mbaronte, duheshin përgatitur ca letër apo i kërkesa, me që ishin pagesat dhe kishte gjithmonë një pauzë në momentin e ardhes. Ishte periudha më e vështirë. Pra në ato momente ti do përballeshe me një stres, jo vetëm të pacientit, i cili në ato momente do detyrojë të merrte lëndën drogë, pra do riskonte shumë për overdozat. Ishte një problematik me familjarët, të cilët kërkonin një zgjidhje imediate, se si mund të zgjidhet. Pra nuk ishte si ishte defekt, ishte thjesht çështje burokracie dhe kohe, domethënë protokolli, ndërhyrja, bërja e dokumentacionit, koha e transportit, e ardhjes, ofertës, janë ca lloj dokumentacion të cilët kërkojnë një kohë. Pra nuk është se mund të bëhen brenda minutave, brenda 24 orësh. Por ishte një periudhë shumë e vështirë. E gjithsesi gjithmonë janë bërë zgjedhje, pra janë bërë blerje direkte, shtetet fqinje kanë kontribuar në dhënien derisa është bërë ardhja, transporti dhe futja në programin dhe njëherësh, por ka qenë momente shumë të vështira. Do që ti të përballesh me një pacient dhe një familjar që kërkojnë ndihmë dhe ti nuk je i Zotit ta ndihmosh. Se përballja e parë ti je.
Doktor, le të kalojmë në një pjesë të rëndësishme prapë të intervistës tonë, në raportet tuaja personale, në jetën në përgjithësi, edhe me kolegët dhe me mënyrën se si ju keni konceptet e mbi shoqërinë. Pyetja e parë që do doja të bëja është çfarë të trishton më shumë ti në realitetin tonë? Ndoshta te raportet njerëzore, ndoshta ke vlerat e njerëzve, ndoshta ke shoqëria, çfarë të trishton më shumë ti në jetën tënde? Po t'i hysh thellë, varet edhe nga këndvështrimi që ti e shikon. Shoh që nga njëherë njerëzit nuk janë të formuar aq sa duhet. Nga njëherë gjejnë dhe shtigje për të penetruar jo në mënyrën që duhet. Nga njëherë nuk janë të drejtë për drejtë. Nga njëherë janë falsë në atë që shprehin aty për aty, që ti mund ta marrësh edhe si një kritik. Në momentin që ti e merr si një kritik, ti në radhë të parë duhet ta dëgjosh, ta menaxhosh dhe mbase mund të nxjerrësh edhe mësime. Por nëse dëgjon që dikush mbas krave flet, ofendon, nuk flet realitete, ky është pak problem. Dhe varet se si ti gjen shtegun dhe mënyrën për të kaluar. Unë personalisht, një situatë të tillë, për shembull, e kaloj me atë idenë pema që ka kokra gjuhet. Kurse kritikën e menaxhoj. Dyftërsia, mos mirënjohja. Ne si mjek nga natyra jemi pak edhe egoist dhe pak xheloz. Dhe kam përshtypjen që jo të gjithë, po një pjesë e madhe nuk e kalojnë, ka një lloj antikapi, nuk përballen aty për aty me ty. Pra kanë i çikat e dëshirën, ose mirë, ku shkove, ç'teshe aty, kaq ka bërë. Unë kam një lloj parimi, një mjek përpiqet të bëj sa më pak dëm. Pra të japi asistencën e tij mjekësore deri në atë pikë që mundet. Ka dhe të tjerë, edhe më të lexuar, edhe më të mirë. Mund të këshillosh edhe diku tjetër. Por nuk është nevoja që nëse ti je hallka e dytë që vjen kërkon një asistencë mjekësore, nuk mund të gjykosh atë mjek, atë koleg përpara teje që e ka parë rastin. Ky është një problem shumë i madh që e kemi ne. Pra që e vere her pas here. Pra mënyra të shprehur për kolegun nuk është ajo që duhet. Kam përshtypjen që duhet ta mbrojmë njëri tjetrin, por kam përshtypjen që do të jemi edhe të drejtë për drejtë me njëri tjetrin. Asnjë mjek nuk do që pacienti të shkojë dëm. Asnjë mjek nuk do që pacienti mos dalë i kënaq nga asistenca mjekësore. Por aq di, aq bën, aq jep. Doktor, në rast se je duke folur me dikë, e shikon në sy, të shikon në sy ai, edhe është duke të gënjur, po ti e di që po të gënjen. Cili është reagimi që bën? E pranoj ashtu siç është, për nuk e marr sër kapital. Kështu e mendoj. E shoh që pyetja i ke drejt për drejta. Nuk di, lozsha? Los. Sa është një sport më të bukur. Okej. Atëherë gjithë këto element, këto që janë pa fytyrë, këto që nuk meritojnë asgjë. M'fal, jo vëmendje, por as që të thosh mirëmëngjes, po të thënë rregulla, normalisht që ti ka mësuar prindërit dhe nuk do dalësh. Sigurisht. Këto janë elemente që unë vendosë gurë të shahut. Unë luj 7 minuta shëndit me veten. E kam terapi antistres. Dhe këto element të tillë, po flas në jetën e përditshme profesionale, që themi realitetet, i vendos në përgurët e shahut, në pozicionet që mendoj dhe 7 minuta në ditë luaj shah. Dhe përpiqem të bëj zbërthimin dhe të shoh. Pra është lojë vjeçare, nuk është lojë që aty për aty. Pra mund të them që këtë vit e kam filluar me datën 3-4 janar. 7 minuta para se të flej gjumë. Dhe normalisht me atë mendjen titëm, do të thjesht në thonjza, vendos pozicionet e elementeve për shkak që mund të kem dëgjuar, mund të kem thënë, mund të kem parë, mund të kem debatuar, mund të kem diskutuar. Dhe këtë vit jam me të zinjt. Me gurët e zinj dhe luajsha 7 minuta dhe përpiqem të bëj ato zbërthimet e tjera. Pra e kaloj me të lloj sportiviteti. Edhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse ta mendosh që domethënë njerëzit që na rrethojnë jo gjithmonë janë ata që duken, dhe sigurisht që në shumë raste janë tamam si elementet e shahut për të shkuar ose jo përpara.
Doktor, kur keni një situatë jo pozitive, keni një telefon të parë që bëni, një person që i rrëfeni, që i flisni, që e di që u merr kritikën ose dëgjimin e ka shumë pozitiv ndaj jush? Zakonisht personit më të afërt bashkëshortes time, personi që më njeh më mirë dhe më mbështet gjithmonë. Është telefonata e parë. E në raport me prindrit, ne gjithmonë kemi, unë kam dëshirë t'i pyes të gjithë ftuarit sepse gjithmonë prindrit kanë ca fjalë të urta, kanë ca këshilla të cilat janë shumë të bashkëshoqëruese të jetës tonë. A ke një këshill, një fjalë që bashkëshoqëron në jetën tënde normale dhe profesionale nga nëna ose babai juaj? Këshilla për të puno fort dhe qëndro gjithmonë njëri i mirë. Janë gjëra që një ditë do të kthehen. Këto dy elemente kam. Dhe besoj të dalë me mjaftojnë. Është fjalë e duhur në kohërat që jetojmë. Doktor, në rast se dikush në këtë moment të jetës tuaj ju bën një ofertë politike dhe ju kërkon që të braktisni profesionin, ta lini në këtë moment profesionin dhe të bëni pjesë e një rrugtimi politik, a do të ishte vendimarrja juaj drejt këtij rrugtimi apo do të vazhdoni pjesën e profesionit tuaj? Që të rregohemi sinqert, mjekësia më përfaqëson dhe e kam me pasion. Dhe kur them e kam me pasion, i jepem shumë. I jepem. Pra, përpiqem të jemi kudo gjendër për të ndihmuar. Ai që vjen në spital e ka një problem, nuk vjen për qejf, kështu që normalisht qasja ime është pozitive. Por për hir të vërtetës, jo se nuk më pëlqen politika. Dhe të tregohemi sinqert, asnjëherë se kam gjetur shtegun e duhur për të penetruar. Kam tentuar disa herë, po mbase s'ka qenë momenti, mbase nuk ka qenë rruga e duhur, shtegu i duhur. Por që e kam qef, është e vërtetë, kështu që politika deri diku është forma më e rëndësishme e zgjidhjes së çdo gjëje që ne na rrethon, problematika e jetës përditshme dhe sigurisht në momentin që njerëzit e duhur angazhohen, unë bëj shpeshherë bisedë me shumë kolegë dhe i them angazhimi të duhurve sill rezultat, sepse ne shpeshherë vuajmë nga politikat e jo të duhurve në pozicione të caktuara në shoqëri. Kështu që më vjen mirë që e keni këtë lloj dëshire për një rrugtim. Më pëlqen. Më pëlqen me tipin, me natyrën që kam, mendoj, domethënë që do të jem mbase njerëzit kanë nevojë që të kenë dikë afër. Nuk është puna për lider, por dikë që i dëgjon, dikë që përpiqet, dikë që involvohet në problematikat e tyre. Nuk është problemi që ti sot je politikan dhe të zgjidhësh një hall dikujt. Ideja është që ti jesh në ato fusha ose më mirë të bësh atë lloj politikë bërje që të përfitojnë më mirë më shumë dhe më absolutisht. Doktor, si keni raportet me kohën? Si e menaxhoni jetën e klinikës, jetën personale, jetën familjare, si me arrini të koha është gjithmonë pak. Që tregojmë sinqert, koha është gjithmonë pak. Por normalisht që duhet menaxhuar mirë, aq më shumë kur je familjar. Pra një familje që kam 3 gota që kam në adoleshencë, në cilët janë rritur kërkesat, është rritur vëmendja jonë, tip rebel, janë rebel, arrogant, herë dhe të zemëruar, kështu që shoh që duhet më shumë kohë, kështu që me të vërtetë koha nuk më del. Pra është gjithmonë pak. Pra 24 orë që më duket shumë pak. Doktor, meqense më thatë për vajzat, shumë të rinj ndjekin emisionin. Edhe një ndër qëllimet e këtij podcasti është edhe që ti japi modelet se si të jenë suksesshëm po në rrugën e mirë. Cila do të ishte ajo këshill drejtuar të rinjve të cilët e ndjekin këtë emision? Për të rinjt, suksesi nuk vjen me një herë. Vjen për ata që vazhdojnë edhe kur rrëzohen. Mund t'ju thoja që rrëzohen, të çohen, mos dorëzohen. Pastaj që secili përzgjedhjet jetën e tyre selektive, bën që secili vetë. Doktor, në rrugtimin tuaj jam i bindur që keni patur një sër objektivash, qëllimesh, qoftë profesionale, qoftë karrierës, qoftë individuale. Cili është ai qëllimi më i rëndësishëm i jetës tuaj dhe nëse po e keni arritur? Qëllimi është të zhvillohem për ditë dhe të jap më të mirën. E mira normalisht nuk ka fund, edhe me ato gabimet, por çdo gabim ka një reflektim dhe përpiqem të jem sa më drejt për drejt të paktën me veten.
dhe normalisht jap më të mirën gjithmonë. Doktor, a ka diçka që të frikson? A ka diçka që i trëmbesh, diçka që e gjykon që t'jep një lloj ankthi kur e mendon? Nga natyra jam sportiv, jam me kaje pozitive gjithmonë, kupton, kam ato parimet e mia. Pra në momentin që unë kam një suport të fortë, në momentin që kam energji pozitive, që mendoj, kam një familje të shëndetshme, kam një rreth shoqëror që më vlerësojnë dhe më duan, as pak asgjë nuk më tremdo, vetëm shëndet, asgjë tjetër. Doktor, edhe dal nga dal ne kemi ardhur deri të fundit të emisionit, edhe un kam një pyetje të fundit. Si do doje të mbahesh e mend? Si do doje që kur të vi dita e fundit në profesion edhe të vi një moment për të bërë një tërheqje, si do doje që të mbanin mend njerëzit? Ai doktori energjik që vetëm me telefon në vesh rri për të gjithë problematikat e njerëzve që rrethojnë dhe që kanë dashamirës. Nuk mjaftonte kaq. Edhe unë jam i bindur që të gjithë ata që të njohin e dinë që je ai doktori që në çdo kohë je në telefon për të zgjidhur problematikat e njerëzve. Patjetër. Doktor, të falenderoj shumë për këtë podcast. Falenderoj për që ndave me ne këtë eksperiencë të rëndësishme, që diskutuam disa tema shumë të rëndësishme të cilat pa diskutuam me vlerë për qytetarët. Faleminderit dhe juve. Duke ju falenderuar të gjithëve për vëmendjen tuaj, do të shihemi si çdo të mërkurë në orën 19 në podcast me doktorin. Faleminderit.